Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sot në kanalin Monitor TV për të startuar me maratonën e komentimeve të ditës së sotme në shtëpinë e Big Brotherit dhe natës së mbrëmshme. Tashmë shtëpia është shumë e zjarrt, diskutimet janë nga më të ndryshmet, fjalët e përdorura janë nga më të ndryshmet dhe banorët çdo njëri lufton për të shkuar drejt finales së madhe e cila do të tregohet ditën e nesërme, konkretisht natën e nesërme në spektakël. Njerit ju uroj të gjithëve një të premte të bukur, një fundjavë të mbar, të kaloni ëmbël me familjet tuaja dhe të shijoni sa më bukur këto 2 ditë që në fakt i kemi 2 ditët tona të qetësimit. Sot do të nisim komentimin me një debat provokativ që ka ndodhur mbrëm në shtëpinë e Big Brotherit, le të quajmë informacione nga jashtë, rënjësisht, mes Jozit edhe mes Gjestit. Të pozicionuar në verandë, Jozi ulur në koltuk e Gjesti në këmbë, po komentonin lojën e njëri tjetrit, po komentonin burërinë e njëri tjetrit brenda shtëpisë së Big Brotherit. Natën e mbrëmshme, Jozi përdori një informacion të cilin e ka përdorur gjithmonë në Big Brother. Doja ta komentoj këtë video jo për të goditur Jozin në asnjë mënyrë, as për të ulur lojën e tij, por për faktin sepse informacionet nga jashtë po përdoren shumë në këtë Big Brother dhe produksioni nuk merr asnjë lloj mase ndëshkimi kundër drejt banorëve, të cilët përdorin informacione qoftë edhe Gjesti ai. Jozi natën e mbrëmshme i thot Gjestit, pas debatit që po bënin të dy, do të thënë nuk ishte ndonjë debat me zëra të lartë, ishte nga këto debatet me buzëqeshje por me kungja. Jozi i thonte Gjestit që ti më thuaj, realisht më thuaj, ma thuaj të vërtetën, çfarë bëre me Xhenetën në Big Brother Kosova, çfarë i bëre asaj në shtrat. Gjesti me Xhenkin i tha ai, sepse e ngacmon, domethënë për shkurtesën e emrit. Gjesti u bllokua i tëri, nuk foli fare, edhe i kthehet më një herë Jozi duke i thënë, "Okej, unë me Xhenkin, po ti çfarë bëre me Loredanën? Çfarë bët në krevat?" Dhe Jozi aty heshti dhe nuk foli dhe pastaj e quajti Pallaço, Kalamo, Fmiaç, Çuni ulët e fjalë të këtilla. Do thëmë pa marrë parasysh që janë në një spektakël ku nuk duhet në asnjë mënyrë të përmendet një spektakël tjetër dhe ku nuk duhet të përdoren informacione nga jashtë, siç duket në të disa të radhë, Jozi po ja përmendën Xhenkin, Gjestit edhe nuk tërhiqet vëmendja për Xhenetën. Tani, nga ana e produksionit, ose nuk tërhiqet vëmendja sepse Xheneta tashmë është e pozicionuar në trotuar në Top Channel dhe e luan rolin e opinionistes në këtë kënd, ose thjesht dëshirojnë që të krijojnë një debat sepse e panë që Xheneta kishte shumë klikime dhe dëshirojnë ta mbajnë aktive sa më shumë këtë lajmin. Gjithsesi, Gjesti po befasohet dhe po çuditet për informacionet që banorët kanë nga jashtë, për mënyrën se si banorët i përdorin këto informacione brenda shtëpisë. Diskutimi nuk vazhdoi më tej, por ajo që unë e pash ishte se Gjesti vërtet u lëndua shumë. Pa marrë parasysh se çfarë ane ka zgjedhur Jozi të mbajë në lojë, pa marrë parasysh se si është strategjia e Jozit për të shkuar drejt finales në qoftë se do të shkon, më duket e tepërt mënyra që banorët përdorin informacione dhe sidomos nga një reality show tjetër që nuk ka të bën fare me këtë reality show. Do t'ishte njerëzore që Jozi të përmendte Eglin, t'i fliste për Eglin, për marrëdhënien me Eglin, për situatën me Eglin, për ndjensinë me Eglin, por jo për Xhenetën. Edhe një herë kur Gerta debatonte me Gjestin nga pjesa e Lori Kafes, e cila ndodhet brenda në shtëpi, domethënë ato ai këndi për të ulur, Jozi i tha me pëshpërim, i tha thuaj Xhenki, dhe Gerta nuk e kuptonte se kush është Xhenki, nga që Gerta është që në ditën e parë dhe jam shumë i bindur që nuk është se ka ndjekur Big Brother shumë në Kosovë dhe ka qenë pozicionuar më së shumti në rrugtimin e saj dhe e shikoj që
nuk ka fare informacion për banorët e Kosovës. Të paktën Gerta nuk ka hiç informacion. Dhe Gerta nuk e kuptonte dot kush është Xhenki dhe pse duhet ja thot Gjestit të Xhenkin. Gjithsesi, debati me Jozi nuk është se eskalojnë jashtë normalitetit, nuk është se ofenduan. Do thënë debatet mes Gjestit dhe Jozit nuk janë më të tilla. Jozi po përdorën një anë të bukur pozitive të tij, do me thënë pa marrë parasysh nga hera e parë që kishte një luftë mes Gjestit edhe Jozit dhe Xhibanit, që Gjestin edhe e ndihmuan që të jetë pak më në piedestal, do me thënë loja e Jozit edhe Gjestit edhe ndihmoi pak, nga që Jozi dhe Gjesti Jozi dhe Xhibani ishin poli kundërt i Gjestit, dhe normalisht, do me thënë, duke patur luftën me polin e kundërt, Gjesti arriti që të sfidoj këtë luftën, dhe jo më kot u rikthye Jozi. Rikthimi i Jozit nuk është kot, por besoj që Jozi edhe produksionin këtë herë dëshpëroi pak, sepse nuk ishte ai Jozi që pritej të ishte, dhe prandaj, do me thënë, është situata kështu. Por në ndonjë moment të ditës, Jozi përsëri e nxjerr atë mlefin që ka kundër Gjestit duke përdorur informacionin nga jashtë. Ignoranca e madhe që u bë ditën e djeshme, mua nuk më duket gjë për të befasuar, për shembull në qoftë se një njeri nuk e di një përgjigje apo dy përgjigje të pyetjeve të historisë shqiptare, Gjesti tregoi që nga pamundësia e parave nuk ka mundur që të shkollohet, do me thënë është dashur që të jeti pozicionuar te puna dhe është dashur që të siguroj familjes së tij të ardhme dhe nuk është turp në qoftë se një personazh është ignorant në informacione. Nuk është fare turp kjo pjesa, sepse Gjesti nuk e ka pas fokus këtë, po ka pas halle të tjera, ka pas probleme bazike të jetës, dhe mua nuk më duket njerëzore duke e ditur historinë, duke e ditur situatën, Jozi, Loredana, Aldo të qeshin si të marrë me përgjigje të Gjestit, të cilat ishin përgjigje normalisht humoristike, nga që Gjesti nuk e dinte përgjigjen e pyetjes që bështe në fjalë. Dhe Laerti, Gerta, Kelly, Danja kanë patur një qëndrim shumë të bukur në raport me Gjestin, nuk e pritën që ai të lëndojë në asnjë mënyrë, sepse ato nuk donin ta bëjnë. Laerti tha që nuk është e turpshme të mos kesh informacion, sepse edhe unë nuk kam, dhe do me thënë, pa marrë parasysh që ato brenda vetes së tyre mund të duket e çuditshme si mundet një person të mos e njeh një pyetje të historisë shqiptare, apo të mos e njeh një pyetje tjetër, por gjithsesi, do me thënë, nuk e bën ignorancën që bën këto të katërt. Dua të marr mendimin tuaj për raportin Jozi dhe Gjesti.